E kam shumë rëndësi për arsye që duhet më ju tregu hapur qytetarëve se çka bojnë partitë politike kur plotësojnë listën. Domethënë jam një ndër procedura, jo vetë janë procedura, jam një ndër viktimat e cila edhe ka qenë përmes mediave. Jeta gjara e ka qitë në kallëzo.com, arsyeja ka qenë që pa vedijen teme, o nënshkru aplikacioni, nuk po jep emrin cila partije ka bo, po kam dalë publikisht. Dhe më thotë, edhe më shkrujshin privat, Çfarë aplikacioni është? Aplikacionin cilin të fusin listën për kandidate. Ose, para me nduhet të shkrujshin gratë, të cilat kishin vujt për ati fenomeni, edhe më shkrujshin, shemo Samir, e ditëm se diçka të kam basi. Po, as njona nuk e ngrizonin, as nuk u dul një koment me bo rreth asaj se çka u bo. Po dul një që duhet mi u kallëzu se nuk shtijet një femën për arsye veç me pas në listë, e me lujt ti me futu votën e saj, apo komunitetin e saj me marë për vete. Kjo është një luftë shumë e ashpër, e mos të flasim për ato që... Zonje, ke fjallën për asamblea, për... Edhe për asamblea dhe për të gjitha në listë. Kur kam fut në këtë mënyrë, pa vullnetin tonë, a ka qenë për asamblea... Hene gjënë të kallëzo.com edhe të faqja e me gjënë. Jo, se tash jena në debat edhe për atë, po du me ditë, është për asamblen, është për asamble. Me tregu veten edhe nëse e kone fundit, ke mujt me dalë në teren edhe ke mujt me marë votat. Jo, s'kom do edhe kur të fusin listë është edhe nder për vendin tonë. Po s'ka qenë si mundet me qitën listë, me pra vetën listë. Me ta dhonë edhe në nënshkrimin, me ta falsifiku, kjo është një shkrim ligjore. Kjo është vepër penale. A ke qenë aktive politikisht në suazat qësoj partije? Jo, nëse të fusin listë. Asnjëherë s'ke shku në surprizë kandidimi. Unë diçka dishta me qartësu, sepse i shoh zonjat që kanë ankesa rreth politikës, por politika është edhe një fushë realisht që duhet pak edhe më studiu dhe më kuptu se çysh shkojnë gjërat. Nëse jemi një parti politike, edhe interesat duhet me qenë shumë të përbashkëta. Në momentin që ti mundosh mu tregu edhe me personifiku gjithçka që bën ti me vetveten, atëherë më nuk mundesh me qenë pjesë e asaj organizate. Sepse partia politike është një organizatë e cila ka interesat të përbashkëta. Është demokraci edhe për gjithçka demokratike bëhet fjalë në partitë politike, se mos kishim demokrati, s'kishim edhe parti politike në këtë rast. Dhe për atë arsye, çka deshti me thonë zonja e kuptova shumë mirë. Thotë që gratë kur të futen politik, mos ta zhdukin vetëm brenda partisë, po le ta ngrisin zonin, le të jenë me qytetarë, le të punojnë për interesat e qytetarëve. Ata morin vendimin në mentonin, çysh e ngrit zonin? Po njohin atë vendimin as nuk mundën me ta marrë mandatin. S'mundën me ta marrë mandatin. Mandatin e ke për qytetarët. Nëse shet që ato ti po bëjnë mandatin e qytetarëve, dili pa varur. Në zgjedhjet e 2009-s kam qenë e përzgjedhur me shumë vota. Edhe jam heq prej liste, ka shku tjetër kush. Votat e mia ju kanë thonë tjetër kujt. Partia brenda ti merr votat edhe s'vet hiç. E do të thua ata që e përmendni kjo zonjë më ashtu sa ti brenda ashtu veç pak ta përfundoj mendimin. Nëse je zgjedh, do të thonë mundesh me vazhdu si pa varur, nuk